me teknologjinë. Fillimisht shumë urime për çmimin që e mori ministra e juaj dhe nuk është shumë e zakonshme që në fakt ministrat të marrin çmime, apo jo? Po, është e vërtet, po diella ishte, unë e përmenda faktikisht, kemi përmendur bashkërisht edhe më përpara, diella ishte një boom marketingu për Shqipërinë, e çoi Shqipërinë në arenën ndërkombëtare, domethënë të paktën kjo ishte një gjë e mirë, që të gjithë të dinë, domethënë që edhe shqiptarët e Shqipërisë dhe shqiptarët e Kosovës pra jemi një popull që realisht domethënë investojmë në startup, jemi popull inteligjent, pra është diçka shumë e mirë dhe pozitive. Gjithashtu edhe pozicioni i saj, domethënë që t'ishte edhe një ministër e prokurimeve, domethënë e administratës, ministër e shtetit për prokurimin publike është diçka interesante, sepse tashmë të kesh një inteligjencë artificiale që të bëjë të mundur procesin e prokurimeve, mendoj që është diçka që është shumë racionale dhe inteligjenca artificiale nuk gabon. Unë mendoj që është diçka shumë pozitive. Ishte një iniciativë e kryeministrit Rama në fakt që me sa mbaj mend unë në zgjedhjet e vjeshme apo të paravjeshme ka pas qenë një shembull ideal të një deputeti që pretendon të bësh në Mbretërinë e Bashkuar, pra që të ishte pjesë e Parlamentit Britanik edhe do e prezantonte, ishte pikërisht pra dhe CEO i një kompanie teknologjie. Megjithatë, edhe inteligjenca artificiale nganjëherë, në fakt gjasa që të gaboj janë më të vogla, por jo gjithmonë mund t'ju besohet, e kam fjalën. Në anën tjetër, diella po thuhet se ka përmirësuar deri diku mënyrën e qeverisjes dhe shërbimeve publike dhe për këtë edhe ka marrë këtë çmim apo jo? Po të shikojmë është një server i madh i cili aktualisht proceson të dhënat në një kohë shumë shpejt, domethënë edhe në mënyrë automatike, besoj që është diçka shumë pozitive realisht. Sepse nëse do marrim rastin për shembull të inteligjencës natyrale që jemi ne, inteligjenca natyrale edhe mund të gabojë. Po. Inteligjencën emocionale. Kurse inteligjenca artificiale është një kod matematikor, është një gjuhë algoritmike që realisht pra punon me ngarkesa procesimi. Po, dhe... Pra, së ndryshme pak edhe për datu truri elektronik. Po, dhe Mërtenika, a ka ndryshuar me të vërtet mënyrën e shërbimeve, sepse ju jetoni atje dhe dini më mirë? A ka ndryshuar me të vërtet? Mendoj që po, sepse kur flasim pikërisht për platforma digjitale, flasim pikërisht pra për reduktim të kostos kohës, reduktim të pritjeve, domethënë shpejtësia procesimit të dhënave, një dokument i caktuar nëse e kërkon e merr domethënë online, evitohet ajo burokracia e pritjeve në zyra etj. Mendoj që është okay. Domethënë unë e shikoj si një njeri i teknologjisë, e shikoj megjithëse nuk kam pas shumë procese në lidhje me dokumentacionet për shembull që do më duhen etj, po e shikoj për shembull një certifikat lindje apo një certifikat familjare, është një gjë që procesohet, domethënë. Shiko, është një server dhe kur kemi të bëjmë me servera të cilët funksionojnë mirë, do thotë që edhe koha procesimit është e shpejtë. Po. Me qënë se po i liston gjërat e mira që ka sjellur